banorë cilët që nga viti 2019, më saktë 26 nëntori 2019-ës, janë për jashtë, sepse nuk I kanë marrë të ashtu quajturat apartamente të rindërtuara nga tërmeti I 2019-ës. Ndërkohë, një lajm I mirë është që ditën e sotme dhe ditën e dieshme janë hedhur shortet dhe janë hapur disa gogla. Atyre personave që kanë pasur gogla diçka brenda janë dhënë apartamente, ndërsa të tjerëve që ju ka rënë gogla bosh nuk janë dhënë apartamente. Dhe para nuk e kuptoj pse bëhen këto diferencime. Së dyti, marr vesh nga banorët që të paktën janë 50 apartamente mangut, që do të thotë ose janë futur aty njerëz patronazhist apo njerëz që nuk e kanë merituar shtëpinë e marrë nga tërmeti dhe kanë bërë 2 palë shtëpi dhe nuk e kanë marrë atë që e kanë merituar që e shprish shtëpia, ose unë nuk e di se çka ka ndodhur aty në aferë tjetër korruptive, por ju kanë thënë banorëve që shiko do ndërtojmë një pallat tjetër në një vend tjetër. Pra, do vazhdoj kalvari edhe pse kanë kaluar 6 vite dhe ata sot e kësaj dite janë jashtë dhe paguajnë qera. Paguajnë qera me paratë e veta, kujdes, nuk e marrin bonusin e qeras. Tani, me sa informacion unë kam, këtu ka jetim nga Spaku që ata që kanë kolauduar banesat nuk ja kanë vënë dispozicion banorëve. Dhe së dyti, ata që I kanë marrë banesat I kanë pa lidhur ujin dhe pa lidhur dritat. Unë nuk e di, në rast se kryeministri jeton pa ujë dhe pa energji elektrike, okay, në rast se ky është standardi, po sakrifikon dhe populli, po me sa di unë gjithë kanë energji elektrike dhe ujë në banesat e tyre. Kështu që thirrja ime direkte është lidhni ujin dhe dritat dhe kujdes mos bëni pisliqe tek ndarja e apartamenteve, sepse banorët e Krujës kanë 6 vite që flenë nëpër hotele se s'ka as shtëpia me qera tani, dhe flenë kanë zbritur Fushkruja apo fshatrat e tjerë që lidhin Krujën dhe Fushkrujën. Ky është një qendrim redaksional I emisionit.